Rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Vëllezër të nderuar, Allah ju bërdatoftë me të mira. Sot përsëri do të jemi me një hadith nga hadithet e profetit alayhis salatu wassalam, të përmbledhura në librin At-Targhib wa At-Tarhib të një prej dietarëve të mëdhenj të Islamit, muhaddithinëve, Al-Hafidh Al-Mundhiriut, Allahu e mëshiroft. Dhe ne jemi të tema e kapjes apo inkurajimit, motivimit për të kapur fort pas Kur'anit dhe Sunnetit. Dhe hadithi i radhës, për cilët nga Abu Shurejh Al-Khuzaiu, se ka thënë, njëherë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam erdhi tek ne dhe tha: Abshiru, alaysa tashhadun an la ilaha illa Allah wa anni rasulullah? Përgëzohuni, tha, a nuk jeni ju që dëshmoni la ilaha illa Allah dhe se unë jam i dërguari i Allahut? Sahabët radiallahu ta'ala anhum thanë: bela, po i dërguari i Allahut. Atëherë profeti alayhi salatu wasallam tha: inna hadha al-Qur'an sababun tarafuhu bi yadillah wa tarafu bi aydikum fatamassaku bihi fa innakum lan tadillu wa lan tahliku ba'dahu abada. Vërtet, tha, ky Kur'an është litar. Një skaj i tij, anë e tij është në dorën e Allahut, e skaj tjetër është në duart tuaja, prandaj kapuni fort pas tij, sepse në këtë mënyrë ju nuk do të humbni dhe as nuk do të shkatëroheni kur pas tij. Ky hadith, vëllezër, është hadith shumë i rëndësishëm, sepse flet për rëndësinë e kapjes pas Kur'anit, e cila përfshin edhe kapjen pas Sunnetit, por edhe për përfitimet. Profeti alayhi salatu wassalam i erdhi sahabëve të tij radiallahu ta'ala anhum me lajm, me sihariq, me përgëzim, i tha: abshiru, përgëzohuni. Dhe këtë fjalë, edhe pse ja drejtoi sahabëve, qëllimi është gjithë ummeti, të gjithë muslimanët. Gjë që do të thotë se ky ummet është ummet i khejrit, i përgëzuar në dynja dhe në ahiret. Në dynja se janë në kënaqësinë e Allahut, në faljen e tij, në mëshirën e tij, për aq shkruar sa janë të udhëzuar. Dhe në ahiret me hyrjen në xhenet dhe ndarjen nga pabesimtarët, të cilët edhe pse kanë qenë pjesë e shoqërisë së tyre, por ishin në dynja, ama në botën tjetër, secili fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir, një grup në xhennet dhe grupi tjetër në xhehenem. Përgëzoni, tha, dhe i tregoi arsyen: a nuk jeni ju që dëshmoni la ilaha illallah dhe se unë jam i dërguar i Allahut? Dhe kjo është themeli i fesë, shtylla e parë e Islamit, davja të gjithë profetëve: wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allah wajtanibu at-taghut. Ne në çdo popull quam të dërguar që t'u thonë atyre: adhuroni vetëm Allahun dhe largohuni nga adhurimi i tagutit. Dhe tagut është çdo kush ndaj të cilit tejtalohet kufiri në madhërim, në nderim, në pasim e tjerë. U'budullaha wa la tushriku bihi shay'a. Adhuroni vetëm Allahun dhe mos i shoqëroni atij askënd. Dhe fjala la ilaha illa Allah është fjala me të cilën çdo njeri hyn në Islam. Dhe fjala me të cilën largohet nga kjo botë. Men kana akhiru kalamihi min ad-dunya la ilaha illa Allah dakhala al-janna. Ai cili ka si fjalë të fundit fjalën la ilaha illa Allah do të hyjë në xhennet.
Dhe fjala la ilaha illallah peshon në peshorën e ditës së gjykimit më shumë se tërë universi. Më shumë se tërë universi, siç vjen te hadithi e Abu Said al-Khudrit radhiyallahu ta'ala anhu, të cilin disa dietarë bëjnë të mirë, kur Musa alayhis salam i tha o Zoti më mëso mua një gjë, një dhikr me të cilin vetëm unë të lut ty me të, vetëm unë të kujtoj ty me të. Allah subhanahu wa ta'ala i tha o Musa, qul la ilaha illallah, thuaj la ilaha illallah. Musa alayhis salam tha o Zoti im, të gjithë robërit e tu e thonë këtë. Atëherë Allah subhanahu wa ta'ala i kujton Musait alayhis salam vlerën e madhe të kësaj fjale, duke i thënë sikur 7 qije dhe 7 torta dhe çfarë kanë ato? Dhe çfarë kanë ato? Me gjitha krijesat të vieshin në njërin anë të peshorës dhe fjala la ilaha illallah në anën tjetër, la malet bihinna la ilaha illallah. Do të rëndonte më shumë la ilaha illallah. Fjalë madhe. Fjalë madhe të cilën Allah subhanahu wa ta'ala ka bërë të lehtë për gjuhët tona. Dhe në hadithin që përmendëm së fundmi, kur Musa alayhis salam tha o Zoti im, të gjithë robërit e tu e thonë këtë gjë, Allah subhanahu wa ta'ala ja ka mësuar njerëzimit të fjalë. E tha dhe ju përmbajt ai që e dëshiroi khairin për veten e tij dhe refuzoi ai që dëshiroi mirimin për veten e tij. Thot profeti alayhi salatu wassalam, khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahu al-mulku wa al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Fjala më e mirë që kam thënë unë dhe të gjithë pejgamberët e tjerë përpara meje, dhikri që përmendëm la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la deri në fund. Fjala më e mirë. Prandaj, muslimani duhet ta mësojë këtë fjalë. Kur themi ta mësojë, jo thjesht ta ketë fjalë që e thot, por kur e thot, e beson bindshëm. Dhe ta ketë këtë fjalë parim në jetën e tij. Sepse kjo fjalë çfarë nënkupton? Që ti robërohesh Allahut, ti nënshtrohesh Allahut, ti bindesh Allahut, të jetosh për Allahun. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la. Thuaj namazi im, kurbani im, jeta ime dhe vdekja ime janë vetëm për Allahun, Zotin e botrave, la sharika la. Nuk i takon atij të ketë ortak, nuk ka ortak për të. Është i vetëm. Ta bësh rregull jetë. Nëse në një moment ndeshet interesi dynjas me interesin apo me atë që do Allahu, atëherë kujtoj vetes që ti je nga ata që thua la ilaha illallah, prandaj jepi përparësi Allahut. Ti je rob i Allahut, prandaj thua la ilaha illallah. Dëshmon që je rob i Allahut dhe se Allahu është i adhuruar i yt i vetëm. Prandaj kënaqësia jote, vepra jote, fjala jote të jetë në atë që është kënaqësia e Allahut. Çështja e Allahut jetë e para. Dhe se unë jam i dërguar i Allahut, Muhammed Rasulullah. Kur themi Muhammed Rasulullah, Muhamedi është i dërguar i Allahut, çfarë themi? Që dëshmojmë që e besojmë se ai është i dërguar nga Allahu? Po, por nuk është vetëm kjo. Kur ti thua se Muhamedi është i dërguar i Allahut, alayhi salatu wassalam, ti gjithashtu, apo që fjalë nënkupton gjithashtu se duhet të adhurosh Allahun vetëm në atë mënyrë që ai e adhuroi. Pra të mos sjellësh fe tjetër nga feja e tij, të mos ndjerësh udhëzim tjetër nga udhëzimi i tij. Ti bindesh në atë që ai urdhëroi, ti largohesh asaj që ai ndaloi dhe ti besosh lajmeve që erdhën prej tij, alayhi salatu wassalam. Kur thartë fjalë profeti alayhi salatu wassalam, pra nuk jeni ju që dëshmoni la ilaha illallah dhe se unë jam i dërguar i Allahut, thanë po, sahabët patjetër i dërguar i Allahut, e themi këtë gjë. Atëherë profeti alayhi salatu wassalam u tha atyre, dijeni, tha, se vërtet ky Kur'an është litar. Njëri skaj i tij është në dorën e Allahut dhe skaj tjetër është në duart tuaja. Thu kemi të bëjmë me kuptim figurativ, normalisht. Jo se Kur'ani është litar me të vërtetë. Por profeti alayhi salatu wasallam solli një shembull për të na qartësuar neve se sa e rëndësishme është kapja pas Kur'anit. Thash se ai litari dhe fjala litar
Në gjuhën arabe këtu është përdorur me termin sebeb. Dhe sebeb arabët më parë kishin për qëllim atë litar që e hedhin në pus për të nxjerrë një njerëz që ka rënë nga pusi, për të shpëtuar. Për të shpëtuar. Prandaj çdo kush që kapet pas tij litari, në rastin konkret të Kuranit, fjalës së Allahut, shpëton. Shpëton. Dhe Kurani është ai që e mban robin të lidhur me Zotin e tij. Për aq sa e beson Kuranin, e lexon atë, e kupton atë, i përmbahesh atij, ti je i lidhur me Allahun. Për aq sa njeriu e lën në harres Kuranin, apo siç bëjnë disa njerëz, thjesht e mbajnë në shtëpitë e tyre, në makinat e tyre, në bizneset e tyre, me besimin se do t'i mbrojë. Ky është përdorimi i gabuar i Kuranit. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, lexo me emrin e Zotit tënd i cili krijoi çdo gjë. Thot Allah subhanahu wa taala, "Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikr, fa hal min mudakkir." Dhe ne kemi bërë Kuranin të lehtë për përkujtim, a ka kush që përkujton? Ky është qëllimi i Kuranit, fjalës së Allahut, që njerëzit të njohin Zotin e tyre, të njohin detyrimet, të njohin jetën e tashme të tyre në dynja, si duhet jetojnë, si duhet sillen, si të fitojnë xhenetin, si të mbrohen nga zjarri i xhehenemit. Prandaj dhe historitë e përmendura në Kur'an nuk janë thjesht fakte historike, çfarë ka qenë, kush ka jetuar më parë, çfarë ka ndodhur, jo. Janë tregime motivuese për të nxjerrë mësime. Prandaj kur lexon një histori në Kur'an apo një fragment nga historitë e përmendura në Kur'an, përqendrohu. Dhe po të veçërej në Kur'an, përveç historisë së Jusufit a.s., historitë e pejgamberëve të tjerë përmenden vazhdimisht gjatë gjithë Kur'anit. Pra nuk është historia e Musait a.s. e tëra në këtë sure, historia e Ibrahimit a.s. e tëra në këtë sure, historia e pejgamberëve të tjerë e tëra në këtë sure, jo. Historia e Musait a.s. fillon që me surën Bekare, pastaj deri afër fundit Kur'anit. Historia e pejgamberëve të tjerë, pse? Që ti jesh vazhdimisht në kontakt me historitë e tyre. Të jesh në kontakt vazhdueshëm me historitë e tyre, me durimin e tyre, me përqendrimin e tyre në fe, me besimin e tyre, me sinqeritetin e tyre, të jesh në kontakt me dredhit e pabesimtarëve që të ruhesh, me hiret e shejtanit që të mbrohesh. Vazhdimisht. Dhe edhe pse thot profeti alayhis salatu wassalam fatamassaku bihi, kapuni pas tij. Normalisht kur kemi urdhër për kapjet pas Kur'anit, nën kupton edhe kapjen pas Sunnetit. O men yuti' ar-rasul faqad ata'a Allah. Kush i bindet të dërguarit, i është bindur Allahut. Dhe si realizohet bindja ndaj profetit alayhis salatu wassalam? Duke ju përmbajtur sunnetit të tij. Duke ju përmbajtur sunnetit të tij. Dhe sunneti, ashtu si Kur'ani, është shpallje nga Allahu. O ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ai nuk flet nga havaja, nga mendja e tij, por shpallje, që i shpallet, që i vjen. Prandaj kanë thënë dietarët se sunneti i zbrisë profetit alayhis salatu wassalam ashtu siç i zbrisë Kur'ani. Ashtu siç Allahu subhanahu wa taala i vinte me Kur'an, i sillte edhe sunnet. Thot Allahu subhanahu wa taala: "Qul innama undhirukum bil wahy." Thuaj, unë ju tërheq vërejtin juve me shpallje. Dhe profeti alayhis salatu wassalam ja tërhoqi vërejtjen njerëzimit, jo vetëm me Kur'an, por edhe me sunnet, me hadithet e tij. Pra ky ajet tregon që edhe sunneti është shpallje. Thot Allahu subhanahu wa taala: "Wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun." Dhe ne të kemi zbritur ty dhikr, që me të ti të shpjegosh, të sqarosh njerëzve atë që u kemi zbritur, në mënyrë që ata të mendojnë. Tu përmend dy Allahu subhanahu wa taala. Të kemi zbritur ty dhikr, për kujtim.
që me të t'u shpjegosh njerëzve atë që ju zbrit nga Zoti i tyre, që është Kur'ani. Pra kemi dy gjëra të zbritura. Dhikrin, që në rastin konkret thon dietarët është sunneti. Është sunneti i profetit alayhis salatu wassalam. Dhe kur Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu i tha një herë profetit alayhis salatu wassalam, o i dërguari i Allahut, atë shkruaj atë që ti thua, ta shkruaj, ta regjistroj. Profeti alayhis salatu wassalam i tha, na urtub fa walladhi nafsi bi yadihi ma la yakhruj min hadha illa haqq. Po tha, shkruaj, se betohem me atë në dorën e të cilit është shpirti im, se nuk del nga kjo, pra nga kjo gojë, vetëm ajo që është hak, e vërtet. Dhe nga roja profetit alayhis salatu wassalam doli Kur'ani që i erdhi nga Zoti i tij, por edhe sunneti. Pra shihni, pozita e sunnetit është e lartë. Ndryshe nga që është një grup Kur'aniyunët, kuranistët, të cilët e refuzojnë sunnetin. Nuk e marrin atë si referencë, si burim të fesë, por thonë mjafton edhe Kur'ani. Dhe fjala e tyre është kufër. Kufër, të nxjerrë nga feja. Sepse duke refuzuar sunnetin, ka refuzuar ajetet e shumta që urdhërojnë për bindjen ndaj profetit alayhis salatu wassalam. Muhammed Rasulullah, Muhamedi është i dërguari i Allahut, çfarë kuptimi ka? Që edhe sunneti i tij zbatohet, edhe sunneti i tij të merret. Tha profeti alayhis salatu wassalam, nuk do të humbni dhe as nuk do të shkatërroheni kur pas tij. Pra cila është rruga e shpëtimit? Cila është rruga e suksesit? Kapja pas Kur'anit. Nëse muslimani do të ta kërkojë përparimin e tij, do ta kërkojë lartësimin, krenarin, ngritjen e tij nga apo nëpërmjet ideve filozofike, ideologjive të ndryshme, do të humb. Do të humb. Profeti alayhis salatu wassalam vetëm një rrugë përmendi, që është kapja pas Kur'anit, që nuk kupton edhe kapjen pas sunnetit. Çfarë do thotë të kapësh pas Kur'anit dhe sunnetit, vëllezër? Të kapësh pas tyre do të thotë që ato janë programi jot i jetës. Ky është programi jot i jetës, Kur'ani dhe sunneti. Prandaj ne si muslimanë që jetojmë në një shoqëri me sistem laik, ku mendjet e njerëzve bombardohen që në vitet e para shkollore me anë të kurikulave, mediave, teorive të ndryshme, bombardohen me ideologji jo islame, me filozofi të ndryshme, për ne si musliman, kapja pas Kur'anit dhe sunnetit duhet të jetë preokupim, në mënyrë që të mos humbim, mos gabojmë, sepse po devijuam prej tyre, ju afruam shkatrimit, ju afruam humbjes në varësi të devijimit. Prandaj nga duat, ose pjesë e duave tona do të jetë, o Allah, na jep përqendrim në fe, na bëj neve pasues të Kur'anit dhe sunnetit, të jemi të kapur pas tyre deri në vdekje. Nuk do të humbni dhe nuk do të shkatërroheni kur. Kur kapeni pas Kur'anit. Ky është çelësi i suksesit. Ky është çelësi i shpëtimit. Elusim Allahun subhanahu wa taala, na japi neve përqendrim në fenë e tij, na furnizoj kapje të fortë deri në vdekje pas Kur'anit dhe sunnetit. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.